Autoritetit të 11 maj 2025. E vërteta është se farsa, siç po provojmë çdo ditë me fakte, është tërësisht një proces kriminal nga alfa tek omega e saj. Për Edi Ramën dhe narkozyrtarët e tij nuk kanë mjaftuar përdorimi i 76 milion euro për 100 euro për çdo pensionist për të ble vota. Nuk kanë mjaftuar 200 milion euro gjoba dhe kamatat falura 2 ditë para zgjedhjeve. Nuk kanë mjaftuar 500 milion euro prokurime tek oligarkët e veta për të ble vota, e tij për të ble vota. Nuk kanë mjaftuar 10 mijëra punësime për vota. Nuk kanë mjaftuar 29.000 hektar kanabis në të cilat mbillen së paku 100 milion rrënj kanabis. Nuk kanë mjaftuar 10 mijëra leje, legalizimesh, ndërtimi, certifikata pronësie, duke përdorur fuqinë ekzekutive në fushat elektorale. Nuk ka mjaftuar organizimi i mbi 4.500 ngjarjeve, aktiviteteve në periudhën 4 mujore elektorale për të ndikuar të zgjedhësit. Por ai ka urdhëruar edhe metoda tjera kriminale, sepse Edi Rama është i gatshëm të marrë çdo vendim, të urdhërojë çdo akt dhe çdo veprim për të ruajtur karrigën e tij të krimit. Këtu është dëshmia tronditëse se si banditi, narkobanditi, punoj si shtetit, shkon dhe mbledh kartat e identitetit të qytetarëve në pretekstin se do u jap pension, do u disbursoj pensionin. Dhe kartat ja u mban duke ditur bindjet e tyre politike që ata të mos votojnë. Pra ky bandit punoj si shtetit, narkobandit. Ky me urdhër të Edi Ramës shkelmon të drejtën kushtetuese themelore të qytetarëve. Unë duhet të përshëndes këtë çift të moshuar, por njerëz kurajos, që e denoncuan haptas. Haptas. Këtë akt të përsëritur në mira raste. Ju është bërë tashmë e njohur se një nga detyrat më kryesore të punojësve të administratës është mbledhja e kartave të identitetit gjerë në 20 të tilla në mënyrë që narkoqeveria të blej të drejtën e votës. Ose t'i përdor ato pastaj me emra të tjerë, kjo është histori tjetër. Le t'i ndjekim rrëfimin e tyre. Një akt akuz e rënd
cila rrëzon të gjithë propagandën e pseudo-intelektualve, lum intelektualve, apo intelektualve të lumit, që çdo ditë përpiqen, duke trilluar dhe mashtruar. Herë si analist, e herë si banalist, të mbrojnë veprën kriminale të Edi Ramës, të mbrojnë farsën që imponoi popullit shqiptar ky narkodiktator. Këta e një grusht i vogël njerëzish, të cilët janë të lidhura me fije më të errta me krimin. Krimin e të gjitha llojeve. Nga krimi i dikurshëm politik, gjerë tek narkokrimi i sotëm. Por të vërtetat që paraqiten këtu dëshmojnë nxjerrin pa fytyrën e vërtet të padronit tyre që ata mbrojnë Edi Ramës. Dëgjojnë tonë ditë. Dhe të kush? Rafaj. A doni me votu nesër? Për shollo. A keni kartë? Ja. Kortën e kam kortën, por ako da kam oraj e nishtri. Si e ka? Besmiri. Se posta. Kortën tonë, kush e ka marrë? Besmiri. Besmiri, pse nuk ta kthen kortën Besmiri? Zy janë punë ati. Jo, këtu Besmiri ka thënë nuk i han lekë, nuk i han lekë, nuk i han lekë. A duhet kortë aty? Duhet nesër ti s'ban. Pse duhet nesër? Duhet vota ka nga Me votu. Sa kohë ka që ta ka marrë kortën? jo. Ma i Rafi, Sa je që? 78. Pensionin, a ke marrë? Ja, A dënë me votu nesër? po do nesër, për zotin, unë do të një vyjë se s'do në marej. S'ko ka majnë, unë atë ja du. Karta ti du, një shpi. Kush e ka marrë kartë? Kë besa ma i ka marrë. Ku punon ai? Një, do në lek, Dhe çfarë lekë? lek të pensionit. Ta sa kohë ja ka marrë kartë? Po të ko, të se jau, haj, të se jau ka sa mund. Se karta të janë marrë ma tepër. Pra, aja ka marrë kartë dhe nuk ja u kthen. Nuk i kthen, është gjallë nuk i kthen. A keni shku me atë ku kartën? Ka shku liku. I kam hërë likut, sa ma shtohet. Ja, du me atu Luis Leonti, ka me e përndin të shpia. Edhe çka i ka thënë ai për karta? I ka hënë du me atu asaj. Mine për mu i ka hënë kartat, jo, sa, ja që ja tjesi që e vere. As ka për lek, as ka për karta. Pra, ju s'keni kartë. Ja, në shpi, ja. Ati ko, a i veti ka ma. Ka lova kisë më ka bon kështo. Një rast flagrant ka ardhur nga fshati i Barbullushit, ku një denoncues është ankuar pranë Partisë Demokratike sepse një punonjës poste i cili shpërndan pensionet në Barbullush, zoti Besmir Leti ju ka marrë kartën e identitetit dhe nuk e rikthen. Qytetarët pa kartë identitetit nuk mund të votojnë. Ndaj i bëj thirrje organeve kompetente, policisë shtetit që të marrin masa ndaj këtyre personave sepse përkryen krime zgjedhore. Pra, këto janë karta identitetit të gjetura në Petrel. Këto janë karta identiteti të hedhura për tokë në Petrel ditën e votimeve. Këto janë me fotografi, janë me numër, janë me të gjithë elementet e një karte identiteti. Këta persona janë përjashtuar nga votimi. Ose me kartat e tyre kanë votuar të tjerë. Por të gjitha këto krime mbrohen nga Altin Troplini. Kjo
është e vërteta. Besoj se këto dy dëshmi tregojnë se proporcionet e përdorimit të kartave si element për të privuar, për të mohuar të drejtën e votimit, ose pastaj për të votuar pa sa të i pejnë, e keni marrë vesh ju se çfarë skandali ka ajo, se do dalin vrana, do dalin vrana, do bëjmë vazhdon autopsia e farsës. Por ja ku janë. Për tokë dokumentat e identitetit. Asnjë konkluzion, asnjë qëndrim s'kapi partisë Altin Troplini me kompaninë e tij. Zoti Berisha, Isa Mizura nga Ora News, sot bëhen fiks një muaj nga mbajtja e zgjedhjeve